عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Të gjitha adhurimet, madhërimet, lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të lartëmadhëruar, Zotit të botrave. Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij besnik Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij të drejtë, të sinqertë dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me vepra të mira deri në ditën e fundit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë që meriton adhurimin përveç Allahut të lartëmadhëruar, një i vetëm dhe i pashok, dhe po ashtu dëshmoj se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguar i tij, vula e të gjithë pejgamberëve, vula e të gjithë profetëve, pas të cilit nuk ka më pejgamber deri në ditën e Kiametit. Do të fillojmë sot me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala me librin Al-Usulu Thalathe, tre bazat ose tre parimet themelore, kryesore, të autorit Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, Allahu mëshiroft, me shpjegimin e shehut i cili është sot kryemuftiu i përgjithshëm i Mbretërisë Arabisë Saudite, Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, Allahu e ruajt. Atëherë pa humbur kohë fillojmë në fillim me tekstin e originalit, me tekstin e autorit të librit që është Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dhe pas tekstit do të vazhdojmë duke lexuar shpjegimin e Sheikh Fawzanit, Allahu e ruajt. Së pari, shehu e ka filluar me tre hyrje ose me tre parathënie përpara se të futet në themel ose në zemër të librit, kështu që ne do të fillojmë sot me parathënien e parë, apo me hapjen e parë, apo me hyrjen e parë, sepse do të shohim gjatë librit që autori e fut lexuesin, po edhe dëgjuesin e fut në temë gradualisht. Do të shikoni këtu stilin e dietarëve dhe pastaj do ta kuptoni rëndësinë e dijes dhe rëndësinë e dietarëve. Atëherë fillojmë, thot autori i librit, Allahu mëshiroft, e ka filluar me emrin Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, dhe vazhdon dhe thot: I'lam rahimakallah, dije Allahut mëshiroft, ennehu yajibu alejna ta'allumu arba'i masail, sepse me të vërtet thot që është detyrë për neve mësimi i 4 çështjeve, dhe ato janë, dhe thot, çështja e parë, el-ilmu, dituria. Pra shikojeni stilin organizativ të ligjërimit dhe të shkrimit të librit, se si autori përpara se të futet tek njohja rreth Allahut, në parathënien e tij thot, çështja e parë që ne duhet të njohim thot është dituria. Vazhdon dhe thot: Wa huwa, çfarë është dituria? Jepni përkufizim prej përkufizimeve të diturisë dhe thot: Wa huwa, dhe dituria është ma'rifatullahi, dituria rreth Allahut, wa ma'rifatu nabiyhi, dituria rreth të dërguarit të tij, rreth pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islam bil adilla, dhe dituria e fesë islame me argumente. Mbaroj çështja e parë e parathënies parë. Pastaj thot, jemi akoma te teksti i autorit. Pastaj thot el mas'alatu thaniya, çështja e dytë.
thot el amalu bil ilm. Mbasi që e marrim diturinë, çështja e dytë është puna me këtë dije. Pra praktikimi i diturisë, vënia në jetë, vënia në zbatim, zbatimi i diturisë, puna me të. Çështja e tretë thot ad-da'watu ila al-ilm, thirrja e të tjerëve në këtë dituri. Dhe çështja e katërt thot që është detyrë për neve që ta dimë, as-sabru ala al-adha fihi, durimi që duhet patur për sprovat, për vështirësitë që e kapin besimtarin gjatë diturisë dhe gjatë thirrjes për të kjo dituri. Dhe thot dhe vazhdon teksti wa dalil, pasi që thot këto fjali thot dhe argument për këtë thot. Wa dalil qawluhu ta'ala, dhe argument për këtë thot është surja Asr, thot Allahu azza wa jall wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Thot Allahu azza wa jall, betohem në kohën, pasha kohën, s'ka dyshim se njerëzimi ndodhet në një humbje të sigurt, të plot, përveç atyre të cilët besuan dhe bën vepra të mira, porositën njëri tjetrin, këshilluan njëri tjetrin për të vërtetën dhe porositën dhe këshilluan njëri tjetrin që të jenë të durueshëm në të. Pastaj autori thot qala ash-Shafi'i, ka thënë Imam Shafiu për rëndësinë e surës Al-Asr. Imam Shafiu ka qenë një ndër dietarët e mëdhenj të selefëve, një ndër 4 dietarët të mëdhëbit Shafi'i, pra një ndër 4 imamllarët e 4 mëdhëbeve që është mëdhëbi Shafi'i, dhe thot Imam Shafiu, Allah mëshiroft, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafathum, sikur thot Allahu i lartë madhruar të mos kishte zbritur argument tjetër për njerëzimin përveç se kësaj sure, suratul Asr, ajo do të kishte qenë mjaftueshme thot për njeriu, për njerëzimin. Gjithashtu Imam Buhari ka thënë, ai i cili është autori i librit Sahih al-Buhari, i saktë i Buharit, Allah mëshiroft ka thënë në librin e tij Sahihul Buhari, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, thot kapitulli dituria vjen përpara fjalës dhe përpara veprës. Imam Buhari, Imam i Sunetit. Prandaj e filloi autori këtë libër me diturinë përpara fjalës dhe përpara veprës. Përfundon kështu teksti i parathenës parë. Tashti kemi shpjegimin e Sheh Fauzanit pjesë për pjesë, fjalë për fjalë, fjali për fjali të kësaj që ne lexuam. Pra kaq ishte teksti i parathenës parë. Atëherë thot Sheikh Salih Al-Fauzan, Allahu e mëshiroft, thot e filloi autori këtë risale ose këtë libër me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, pra me besmele, duke pasuar thot, duke ndjekur shembullin e librit të Allahut të lartë madhëruar, Kur'anin famëlart, sepse me të vërtet thot, në qoftë se ne do të hedhim shikimin ton në mushaf, në Kur'an, në suret e tij, përpara çdo sure nga Kur'ani thuhet Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Shikojeni tani stilin e dietarit, se si pason Kur'anin edhe kur shkruan. Edhe kur shkruan libra dhe kur bën davet. Prandaj thot fillimi, thot Sheh Fauzani, nisja, hyrja apo hapja me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, me këto fjalë në librat që shkruan apo në librat më të trash, në mesazhet që dërgohen, në shkrimet, duke pasuar thot librin e Allahut subhanahu wa taala, duke pasuar rrugën, metodologjinë e librit të Allahut subhanahu wa taala, dhe gjithashtu thot pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur shkruante të tjerëve u dërgonte shkresa apo shkrime apo dërgesa me letra, pra letra, në fillim shkruante kur u dërgonte atyre udhëheqësve, prisëve, pushtetarëve, kryetarëve të fiseve apo të shteteve të asaj kohe, apo në zona dhe territore të ndryshme të botës, të tokës, që i ftonte ata në Islam, thot, ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fillonte thot shkrimin e tij, pra shkresat e tij, shkrimin e tij me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut
të gjithëmëshirshmit, mëshirplotit. Dhe thot gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i hapte fjalët apo fjalimet e tij me fjalën Bismillahirrahmanirrahim. Çfarë tregon thot se fillimi apo hyrja apo hapja me fjalën Bismillahirrahmanirrahim është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot. Dhe tani vazhdon më tutje duke e mbështetur fjalën e tij me argument duke thënë kama kana Sulejman alayhi salatu wassalam, ashtu siç veproi thot Sulejmani alayhi salatu wassalam kur i shkruajti mbretëreshës Belkisa, mbretëresës së Sabas, e filloi shkrimin e tij si kurse e dini në Kur'an duke i thënë asaj Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirplotit. Dhe thot Allahu i lartë madhruar për këtë, thot Allahu azza wa jall se ajo Belkisa i tha Paris, i tha këshilltarëve të saj më të mëdhenj, më të lartë, pra oborrit të saj mbretëror, Paris, elitës, i tha atyre, Allahu thot se ajo tha qalet ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. O ju paria ime, o ju elit, o ju obortarët apo këshilltarët e mi të lartë, me të vërtet që mua më është dërguar, më është cituar, më është shkruar, më është drejtuar një libër apo një shkrim, një shkres, në të cilin shkruhet pra një shkrim fisnik, kitabun karim, një shkres ose një shkrim fisnik madhështor, në të cilin thuhet innahu min Sulejmana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Në këtë shkres, në këtë shkrim thuhet me të vërtet që ajo është prej Sulejmanit, dhe në të thuhet Bismillahirrahmanirrahim, pra fillimi i shkrimit, fillimi i letrës. Pastaj Allahu azza wa jall thot se Sulejmani i tha Belkisës dhe ushtrisë së saj, "Ela ta'alu alayya wa'tuni muslimin", dhe më pas letra vazhdon dhe ai u thot, "Mos u bëni kryeneç arrogant ndaj meje", pra ndaj Sulejmanit alayhis salam, "por hajdeni tek mua të nënshtruar si musliman, dorëzohuni tek Allahu dhe kur të vini tek mua hajdeni si musliman." Pra thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, fillimi me fjalën Bismillahirrahmanirrahim në çdo çështje tregon thot që kjo fjala Bismillahirrahmanirrahim ka një rëndësi shumë të madhe. Prandaj çdo shkres, çdo libër, çdo shkrim ka rëndësi dhe vlerë shumë të madhe dhe çdo libër pra duhet të shkruhet në të, duhet përmendet në të fjala Bismillahirrahmanirrahim. Pra çdo fjalë, çdo shkres që ka një vlerë dhe rëndësi të madhe duhet patjetër që të shënohet në të fjala Bismillahirrahmanirrahim në hapjen e saj. Wa ala hadha, dhe bazuar mbi këtë që vijoi, thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, ata të cilët nuk i fillojnë librat e tyre, shkrimet e tyre, dërgesat e tyre me emrin e Allahut, duke përmendur emrin e Allahut Bismillahirrahmanirrahim, ata njerëz sot e kanë lënë sunetin pejgamberik, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasimin e librit të Allahut subhanahu wa taala, dhe ndoshta për shkak të kësaj gjëje në librat e tyre nuk ka bereqet dhe nuk ka dobi, sepse ata i kanë zbrazur, i kanë boshatisur pra shkrimet e tyre dhe librat e tyre nga përmendja fjalës Allahut Bismillahirrahmanirrahim, dhe çdo libër thot që është që nuk përmendet, pra është pa përmendur, nuk përmendet në të fjalë Allahut Bismillahirrahmanirrahim, është i padobishëm, i pa bereqetshëm dhe pa dobi në të, thot Sheikh Salih Al Fauzan, Allahu e ruajt. Prandaj thot ata thot pse thot e lan përmendjen e fjalës Bismillahirrahmanirrahim, ata e lan atë thot sepse ajo është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata thot largohen nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose për shkak se ata pasojnë të tjerët të cilët e kanë lënë këtë fjalë, e kanë lënë përmendjen e kësaj fjale dhe e kanë lënë sunetin, pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e tij. Prandaj duhet thot patur shumë vëmendje të madhe dhe kujdes në këtë çështje. Shikoni, vetëm në këtë çështje, në fjalën Bismillahirrahmanirrahim, jemi akoma te fillimi i librit. Pra fjala dhe kuptimi i fjalës Bismillahirrahmanirrahim, tani cili është kuptimi? Se ne e themi, por a kemi medituar ne për kuptimin e thellë të kësaj fjale?
Thot Sheh Fauzani se kuptimi është el isti'anatu bismillah, kërkimi ndihmës me emrin Allahut. Pra ne kërkojmë ndihmë me lejen e Allahut, me emrin e Allahut për çdo fjalë, për çdo punë që ne e veprojmë. Fa qawluhu bismillah, thot Sheh Fauzani tani dhe analizon fjalë për fjalë fjalën e autorit. Pra fjala e tij thot e autorit bismillah do të thotë që unë kërkoj ndihmë me emrin e Allahut. Pra esta'inu bismillahirrahmanirrahim, kërkoj ndihmë me emrin e Allahut i cili është Ar-Rahmanir-Rahim, i gjithëmëshirshëm, mëshirëplot. Ose thot, do të thot e filloj këtë punë, e filloj këtë veprën time, këtë punën time me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, tabarrukan biha, duke kërkuar bereqet nga Allahu subhanahu wa taala me emrin e tij. Wal isti'ana wa isti'anatan billah, dhe duke kërkuar ndihmë tek Allahu i lartë madhruar. Prandaj thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, ky fillim, kjo nisje dhe kjo hyrje është një hyrje madhështore thot e fjalisë apo e fjalimit apo e ligjërimit. Walil kutubi war rasail, dhe për librat dhe për mesazhet e shkruara që dërgohen. Prandaj njeriu thot duhet që të kërkojë ndihmë Allahut të lartë madhëruar në çdo fillim, në çdo hapje të një shkrimi dhe të kërkojë bereqet, pra blessing, pra bereqet, mirësi me emrin e Allahut të lartë madhëruar. Vazhdon më tutje tani fjala e autorit duke thënë i'lam rahimakallah. Thot Sheh Fauzani fjala e autorit i'lam, dije Allahu të mëshiroft. Dhe shpjegon tani kuptimin e fjalës dije, pra dije ose mësoje. Thot kjo thot është një fjalë e cila na orienton dhe na drejton dhe na tregon ne për një rëndësi të madhe që ka tema e librit. Dhe fjala Bismillahirrahmanirrahim dhe tema e librit, tre parimet ose tre bazat. Prandaj thot autori i librit Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, i'lam, dije, mësoje. Pra kuptimi është thot se çdo emër, çdo çështje pra, an al-amra alladhi sayulqihi alayk amrun muhim. Kjo do të thot se ajo çështje që unë do të them ty, thot autori, duke thënë i'lam, dije, mësoje, kjo do të thotë që çdo fjalë që do të them unë ty tani thot në vazhdimsi, ka një rëndësi thot shumë të madhe. Prandaj kjo fjalë thot tregon për një rëndësi shumë të madhe që ka tema që fillon me të duke thënë autori dije Allahu të mëshiroft. Pra fjala dije thot është një folje në mënyrën urdhërore, nga fjala dituri. Pra baza është dituria dhe folja në mënyrën urdhërore është i'lam, dije, mësoje, o vlla musliman. Po çfarë është dituria tani? Shiko për shkallëzimin tani i shpjeguesit të librit gradualisht dhe thot kuptimi ose përkufizimi dijes. Thot Sheh Fauzani, dituria është idraku shay'i ala ma huwa alayhi fil waqi', është kuptimi, kapja, marrja, kuptimi i diçkaje që është në përputhje me realitetin, ose imagjinimi i asaj çështje, imagjinata rreth asaj çështje që është në përputhje me realitetin. Po ignoranca çfarë është? Është e kundërta. Thot, ndërsa ignoranca është kapja, perceptimi apo kuptimi apo imagjinimi i diçkaje që është në kundërshtim me realitetin asaj çështje. Dhe kjo është ignoranca. Qauluhu rahimakallah, thot Sheh Fauzani tani vazhdon dhe thot kuptimin dhe shpjegimin e fjalës Allahu të mëshiroft. Sepse autori ka thënë në shkrimin e tij dije Allahu të mëshiroft. Mbaruam me fjalën dije. Tashi tek fjala rahimakallah, Allahu të mëshiroft. Dietari Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab ka thënë Allahu të mëshiroft çdo kujt që do ta lexojë librin e tij, lexuesve, deri në ditën sa do të jetë libri, deri në ditën e Kiametit, nëse do të jetë inshallah. Thot Sheh Fauzani tani, fjala e autorit rahimakallah, Allahu të mëshiroft, do të thotë. Kjo thot është një lutje për kërkuesin e diturisë. Që dietari kur shkruan një libër, thot shehu bën lutje për nxënësat e dijes, për kërkuesit e diturisë. Që Allahu t'i fali ata, që Allahu t'i mëshirojë ata. Që të hedhë tek ata, të derdhë tek ata ose mbi ata mëshirën e tij, mëshirën e Allahut të lartë madhruar. Kjo tregon, thot Sheh Fauzani tani duke shpjeguar fjalët e autorit. Kjo tregon, thot, për një butësi, tregon për butësinë, për mirësjelljen, për dashamirësinë, thot, që ka mësuesi, në rastin konkret dietari Sheikh
Muhammed ibn Abdul Wahhabi, që ka mësuesi për nxënësin e tij ose për nxënësit e tij. Wa annahu yabda'u bil kalam at-tayyib. Dhe sa ai thot dietari, mësuesi e fillon thot fjalimin e tij me fjalë të mirë, me fjalë të bukur, me fjalë të butë, me fjalë të këndshme dhe me lutje thot të sinqertë. Hatta yu'athira dhalika fihi, derisa kjo fjalë e tij thot e mirë, e butë, e këndshme, e kujdesshme, dashamirëse të ketë ndikim thot tek ata, tek nxënësi apo tek nxënësit, të ketë ndjesi të mirë, në mënyrë që nxënësi ose nxënësit të afrohen thot me diturinë dhe me mësuesin. Amma idha bada al-muallimu bil kalam al-qasi fal kalamu ghayru al-munasib fa inna hadha yunaffirahu. Por thot e kundërta e kësaj, në qoftë se mësuesi e fillon fjalimin e tij thot me një fjalë të rëndë, të ashpër që është e papërshtatshme thot, kjo gjë thot e largon njeriu, e largon nxënësin thot prej tij dhe prej diturisë. Thot pastaj annahu yajibu alejna ta'allumu arba'i masail, është detyrë për neve mësimi 4 çështjeve dhe shpjegimi i Shef Ozanit, thot Shef Ozani, prandaj është detyrë thot për çdo mësues që i mëson njerëzve, wa ala man yad'u ila Allah, dhe është detyrë për çdo kënd i cili fton tek Allahu i lartë madhëruar dhe tek çdo kush i cili urdhëron për të mira dhe ndalon nga të këqijat, që të tregojë, që të shfaqë mirësjellje, butësi ndaj të gjithë atyre të cilëve ai u flet dhe i drejtohet, duke treguar dua, pra duke bërë dua për ta, fjalë të mira, fjalë të buta, sepse kjo gjë thot, ky stil është më afër pranimit që ata ta pranojnë, të vërtetën. Ndërsa ai i cili thot këtu tani kemi një ndryshim vëllezër. Si sillemi me atë i cili e do të vërtetën, e kërkon të vërtetën, ka dashamirësi, dhe si sillemi me atë njeri i cili është kryeneç, arrogant, i egër, i ashpër, ngulmues tek e kota dhe e sulmon Islamin dhe muslimanët. Këto dy sjellje nuk janë të njëjta, thot Shef Ozani. Ndërsa thot në lidhje me atë i cili është mohues thot, kundërvënës, ngulmues, këmbgulës në të kotën dhe kokfort, kryeneç dhe mendje madh, me këtë njeri thot ne sillemi ndryshe thot, kemi një ligjërim tjetër, kemi një fjalim tjetër dhe një sjellje tjetër dhe argumentohet siç ka thënë Allahu i lartë madhëruar thot në Kur'anin famulart, wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsan. Thot Allahu i lartë madhëruar. Dhe mos polemizoni me pasuesit e librave të mëparshëm, pra me xifutët dhe me të krishterët. Mos polemizoni me në një stil tjetër, me në një mënyrë tjetër, vetëm se me mënyrën më të mirë. Kjo është origjina dhe baza. Që dialogu jon, diskutimi jon, polemikat tona, debatet tona, diskutimet tona me ta, me urdhër nga Allahu i lartë madhëruar, është se duhet diskutojmë, të polemizojmë, të dialogojmë në mënyrën më të mirë, me stilin më të mirë, me tonin, me intonacionin, me moralin më të mirë. Kjo është origjina. Po çfarë thot Allahu në vazhdim të ajetit? Ka një përjashtim. Illa alladhina zalamu minhum, përveç atyre të cilët janë të padrejtë prej tyre, prej çifutëve dhe prej krishterëve. Pra janë arrogant, zullumqar, të padrejtë, e dëmtojnë Islamin dhe muslimanët. Illa alladhina zalamu minhum, përveç atyre që janë zullumqar prej tyre, wa qulu amanna billadhi unzila ilayna, dhe thuani atyre thot, pra këtyre arrogantëve, mëndëmëdhënjve, të padrejtëve, kryeneçve, u thuani atyre thot Allahu, ne besuam tek ajo gjë që u zbrit për neve, u zbrit tek neve, wa unzila ilaykum, dhe që është zbritur dhe tek ju, te librat e mëparshëm dhe tek ajo te Kurani që është dhe për ne dhe për ju. Ne kemi besuar. I thoni atyre, mos e fshini. Mos i thoni jo po jemi vëllezër, jemi kështu, jemi ashtu. Thoni ne besuam te kjo që na ka zbritur nga Allahu i lartë madhëruar. Ky është ligjërimi drejt për drejt. Barazohet përballet e vërteta kundrejt kotës. Përballet. Wa qulu amanna billadhi unzila ilayna, dhe u thuani atyre ne besojmë në atë që na zbritur neve, wa unzila ilaykum, dhe që është zbritur tek juve, wa ilahuna wa ilahukum wahid, dhe i adhuruari jon dhe i adhuruari juaj është një i adhuruari vetëm, është një Zot i vetëm. Wa nahnu lahu muslimun, dhe ne jemi nënshtruar ndaj tij. Pra nuk duhet ta fshehim të vërtetën. Kur shikojmë që ata ngulmojnë tek e kota, mbasi ne i këshillojmë, i flasim, dhe ata janë arrogant, të padrejtë, zullumqar, e sulmojnë Islamin dhe muslimanët, atëherë këtu vjen ndarja midis vërtetës dhe të kotës.
dhe thot Allahu, u thoni atyre këtë gjë të vërtetën. Jo t'ja fshihni se mos i ngelet qefi, se mos po i natoset, po kështu, po thuaj atyre të vërtetën. Prandaj thot Sheh Fauzani, ata të cilët thot janë të padrejt nga ehlul kitabët, janë zullumqar, pra i kalojnë kufit, i kalojnë kufit nga xifutët dhe nga krishterët dhe i kundërvijnë të vërtetës thot, e polemizojnë të vërtetën, e kundërshtojnë të vërtetën dhe e mohojnë ata me kryenetësi, janë kryeneç, janë mendjemdhenj, janë arrogant. Ata thot, kjo kategori thot nuk u flitet atyre me mënyrë më të mirë. Pra pjesë e para e ajetit që tha Allahu, polemizoni me ata në mënyrë më të mirë. Kjo është baza dhe origjina. Por ka një kategori illa alladhina zalamu minhum, përveç atyre që janë të padrejtë në tyre. Këtyre që janë të padrejtë, arrogant, armiq të islamit muslimanëve, i mundojnë, i sulmojnë muslimanët, këtyre thot nuk u flasin në mënyrë më të mirë. Po i tregojmë atyre argumentet nga Kurani, nga Suneti dhe distancohemi nga ata. I tregojmë të vërtetën. Përkundrazi thot Sheh Fauzani, atyre u flitet thot në atë mënyrë, stili gjuhësor, komunikimi që e frenon thot, e pengon, e refuzon thot rrugën e tyre, e ndalon rrugën e tyre për hapjen e të keqes tyre. Siç ka thënë Allahu i lartë madhruar, tani argumentohet me fjalë nga fjala e Allahut, siç ka thënë Allahu thot ya ayyuhan nabiyyu, o ti i dërguar, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allahu i lartë madhruar i patmeta thot, o ti pejgamber, luftoj ata jo muslimanët, kufarët dhe munafikët dy fytyrshit dhe tregov strikt pra i fort, i ashpër ndaj tyre, sepse strehimi përfundimtar i tyre do të jetë xhehenemi wa bi'sal masir, dhe sa përfundim i keq është ai. Pra ka tjetër qasje, tjetër sjellje, tjetër qëndrim me ata të cilët shfaqin armiqësi të hapur ndaj islamit dhe muslimanëve. Dhe këtu është një pikë shumë e rëndësishme, që nëse do të flasim këtu për konflikt apo për luftë apo për xhihad në rrugt të Allahut, është shumë e rëndësishme të dihet se këtu Allahu është drejtuar pejgamberit i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte pejgamber, khalife, prijes i muslimanëve, kryetari i shtetit, dhe luftën nuk e kryen individi dhe as grupet të ashtuquajtura gjoja, falco, xhihadiste, partizane, guerile e tjera me radhë, të cilët janë grupe të devijuara nga Kurani, nga Suneti, por e kryen vetëm institucioni fetar që është shteti islam. Dhe këtu Allahu i lartë madhruar nuk është drejtuar çdo njeriu, po është drejtuar pejgamberit i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte pejgamber dhe njëkohësisht kryetar shteti. Pra, duhet kuptojmë që çështja e luftës ku Allahu thot këtu, ya ayyuhan nabi, o ti i dërguar, jahidil kufara, luftoj qafirat, wal munafiqina, dhe munafikët, si ti luftosh ata? Dalesh në rrugë të vrasësh qafirat kështu? Jo. Por vetëm në qoftë se dietarët musliman, shteti musliman, ushtria muslimane, xhamati muslimanëve vendosin se është koha dhe situata për një luftë që muslimanët duhet të luftojnë, duhet të mbrohen apo duhet të sulmojnë, në këtë rast të gjithë të luftë e bën vetëm shteti musliman. Kjo është fjala e dietarëve, këtë fiksoheni mirë, dhe jo individet apo grupet partizane, guerrile terroriste. Kjo është shumë e rëndësishme që ne ta dimë. Vazhdon Sheh Fauzani dhe thot, ndërsa thot dy fytyrshit, munafikët thot nuk luftohen thot me armë. Përkundrazi ata luftohen thot me argument dhe me fjalë dhe me refuzim kundra tyre thot, që i frenon apo i pengon apo i refuzon thot rrugën e tyre, fjalët e tyre dhe të keqen e tyre. Prandaj ka thënë Allahu i lartë madhruar për munafikët, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, Suratun Nisa. Thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, haulai lahum khitabun khas, këta njerëz, pra munafikët thot, meritojnë thot një tjetër lloj komunikimi, meritojnë një tjetër lloj ligjërimi që ne t'i drejtohemi apo t'u adresohemi atyre. Li'annahum ahlu inadin wa mukabara, sepse thot këta njerëz janë inatçor, janë kundërvënës, janë njerëz që grinden, grindavec dhe kryeneç dhe mendjemdhenj, të cilët thot nuk e duan të vërtetën, por përkundrazi
ata duan devijimin e njerëzve. Pra të tillë njerëz, thot, dy fytyrshit hipokritët, meritojnë një tjetër lloj komunikimi, thot, që përshtatet me ta. Amma talib al-mustarshid fa hadha yukhatab bir-rifq wal-rahma wal-lutf li'annahu yurid al-haqq wa yurid al-ilm wal-faida. Ndërsa, thot, personi I cili kërkon orientim, kërkon udhëzim, kërkon që të mësoj, këtij njeriu, thot, ne I drejtohemi, I adresohemi me butësi, pra sillemi me atë, thot, me butësi, me mëshirë, me dashamirësi, sepse ai, thot, dëshiron dhe kërkon të vërtetën dhe kërkon diturinë dhe dobinë. Më pas, Shekh Feuzani, Allahu e ruajt, vazhdon shpjegimin e librit duke thënë qauluhu i'lam rahimakallah, fjala e tij, fjala e autorit, dije Allahu të mëshiroft, thot është lutje për ty për mëshirë, sepse nëse Allahu I lartmadhëruar të mëshiron ty, me të vërtetë thot që ti do të jesh I lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe nëse ti futesh në mëshirën e Allahut të lartmadhëruar, kjo lutje, thot, që bëhet nga ky dietar, pra kjo është një lutje që bëhet nga ky dietar fisnik, pra nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, I cili, thot, është një burr I sinqert dhe shpresohet pranimi I lutjes inshallah. Më pas vazhdon me shpjegimin e frazës tjetër qauluhu yajib, fjala e tij, thot, fjala e autorit është detyrë. Fjala e autorit, thot Sheikh Feuzani, yajib është detyrë, pra el wajib, detyrëshmëria apo detyrimi apo detyra, kuptimi I saj është ma yuthab fa'iluhu, ajo gjë për të cilën shpërblehet kryersi ose bërësi I asaj vepre, wa yu'aqab tarikuhu, dhe dënohet ai person I cili e lë kryerjen e asaj vepre. Wal mustahab, thot Sheikh Feuzani, ndërsa mustahab, pra termi ose kuptimi I fjalës mustahab, pra që do të thot e pëlqyeshme, diçka e pëlqyer, e pëlqyeshme, huwa ma yuthab fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Mustahab do të thot ajo gjë të cilën nëse ti e kryen, shpërblehesh tek Allahu I lartmadhëruar, por nëse e lë atë nuk dënohesh, pra nuk merr dënim. E më pas vazhdon me shpjegimin e fjalës el mubah, që do të thot e lejuar, diçka që është e lejuar. La yuthab fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Pra la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi, thot el mubah, pra diçka e lejuar do të thot ajo gjë për të cilën ti nuk merr shpërblim tek Allahu nëse kryen atë dhe nuk merr gjuna nëse e lë atë. E më pas shehu thot I bën një shpjegim paksa edhe më të detajuar fjalës yajib, qauluhu yajib, thot fjala e tij, fjala e autorit yajib është e detyruar, që do të thot an hadha al-amr laysa huwa min al-mustahab, që do të thot që kjo çështje, thot yajib, e detyruar, nuk është e pëlqyeshme, thot, wala min al-mubah, dhe as për atyre gjërave që kategorizohet pra si e lejuar, por përkundrazi, thot bel huwa min al-wajib al-ayni, por ajo, thot, është prej al-wajib al-ayni, që është detyrë individuale për çdo person, për çdo individ musliman që ta kryejë atë. Fa idha tarakna ta'alluma hadhihi al-masail fa innana na'tham li'anna hadha shan al-wajib, li'anna hadha shan al-wajib. Pra thot, nëse ne e lëm mësimin e këtyre çështjeve, ne marrim gjuna, thot, sepse kështu është, thot, çështja e detyrës, çështja e vajibit, pra e wajibit. Lem yakul yustahab lana au yustahsan lana, sepse autori nuk thot këtu, thot Sheikh Feuzani, që është e pëlqyer për neve, apo është mirë që ne ta bëjmë këtë. Bel qala yajib alejna wujuban, por thot përkundrazi, ai thot është detyrë për neve, pra është detyrëshmëri apo detyrë për neve që t'i dim këto katër çështje.
Wal ujub ma'nahu, dhe detyrëshmëria këtu thot, detyrimi këtu ka për qëllim el hatm, pra që do të thot domosdoshmëri urdhërore, pra është e pashmangshme detyrëshmëria e kësaj e këtyre dhe mësimi këtyre 4 çështjeve. Dhe kush i la ato thot, ai merr gjuna. Wali anna al-ilm la yuhsal alayhi illa bi ta'allum, sepse dituria thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, nuk arrihet ndryshe thot vetëm se duke mësuar. Wa ta'allum yahtaj ila inaya, ndërsa mësimi thot që njeriu të mësoj, pra procesi i mësimit i nxënjes së diturisë, ka nevojë thot që njeriu të kujdeset për të, që njeriu t'i kushtoj interes dhe vëmendje. Wa juhd wal waqt wa waqt, dhe ka nevojë gjithashtu për përpjekje thot, për lodhje dhe për kohë. Wa yahtaj ila fahm wa ila hudur al qalb, dhe gjithashtu thot mësimi i diturisë ka nevojë për kuptueshmëri dhe për prezantim të zemrës, pra për që zemra të jetë aty në mësim, pra të jetë e vëmendshme gjatë dëgjimit dhe mësimit. Hadha huwa at-ta'allum, pra kjo thot, ky është procesi të mësuarit, apo kështu është mësimi, kështu merret mësimi, thot Sheh Fauzani. Dhe pastaj vazhdon më tej shpjegimin e tekstit të autorit, Allahu mëshiroft, duke thënë qauluhu arba'i masail, fjala e tij, fjala e autorit 4 çështje. Yani, dhe këtu përmend diçka shehu, një sqarim edhe gjuhësor, thot sumiyat masail li'annaha yajib an yus'al anha wa yu'na biha. Thot është quajtur thot, ose janë quajtur masail, pra numri shumës i fjalës mes'ala, pra çështje, dhe numri shumës është masail. Janë quajtur kështu thot shehu masail, sepse thot nga fjala sa'ala, domethënë mes'ala, sepse është e detyrueshme thot që njeriu të pyesi për to. Li'annaha yajibu an yus'al anha. Dhe këtu kemi subhanallahu një përputhshmëri edhe me gjuhën shqipe, pasi dhe gjuha shqipe e ka këtë gjë të lezetshme, do të thonim, kur themi çështje në gjuhën shqipe, pra ç, po ta themi nëse do të pyesim, pra ç'është kjo gjë, është me ç apostrofe dhe është ç'është kjo gjë, pra ne pyesim se ç'është kjo gjë, ç'është kjo temë, çfarë është kjo gjë. Pra që do të thotë ne pyesim për atë çështje, prandaj është quajtur edhe çështje. Qauluhu al-ilm. Tani vazhdon Sheh Fauzani më tutje me shpjegimin e fjalës autorit, i cili ka thënë al-mas'alatu al-ula al-ilm, çështja e parë, pra mbas i tha është detyrë që ne të mësojmë 4 çështje, dhe vazhdon me çështjen e parë duke thënë al-mas'alatu al-ula al-ilm. Dhe Sheh Fauzani tani shpjegon kuptimin e fjalës al-ilm, dituri. Al-murad bil-ilm huna huwa al-ilm ash-shar'i, لأنه هو الذي يجب تعلمه، وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير، ملك أو صعلوك. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. Thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, është për qëllim këtu me fjalën dije, thot, ose dituria sheriatike, sepse thot ajo dituri është ajo lloj dije e cila është detyrë mësimi i saj, dhe këto çështje thot ne i kemi detyrë që t'i mësojmë, pra është detyrë që çdo person t'i mësoj këto 4 çështje, pra çdo musliman, qoftë ai mashkull apo femër, thot, është qoftë ai thot nëse është njeri thot i lirë apo rob i burgosur, nëse është i pasur thot apo i varfër, nëse është mbret apo qoftë edhe nëse është thot shumë i varfër, enda cakje ende të rrugëve për të kërkuar pra riskun. Kullu muslim yajib alayhi an yata'allam hadhihi al-masail, sepse thot çdo musliman e ka detyrë që të di këto 4 çështje. Dhe kjo është ajo lloj e kategorisë së diturisë, e cila është el-wajib el-aini, është detyrë individuale që çdo person prej personave, çdo njeri prej njerëzve, çdo musliman prej muslimanëve e ka detyrë individuale që t'i di këto gjëra. Prandaj e kanë quajtur dietarët el-wajib el-aini, pra detyrë
individuale për çdo individ. Pra është detyrë për çdo person prej muslimanëve, për shembull që të di çështjen e 5 vakteve të namazit, si për burrat edhe për gratë. Të di gjithashtu detyrëshmërinë e namazit me xhamat në xhami për burrat. Hadha wajib ala kulli fardin min al-muslimin. Kjo është detyrë thot për çdo individ prej muslimanëve që ti mësoj ato. Prandaj tha autori, thot Sheh Fauzani, se prandaj autori u shpreh duke thënë yajib alejna, është detyrë për neve. Wa lam yaqul yajib ala ba'dina, dhe nuk tha autori që është detyrë për disa prej nesh, por tha është detyrë për neve. Yajib alejna, yani ma'shar al-muslimin, pra për neve, pra për muslimanët. فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان. Pra siç e theksuam, kjo lloj e diturisë ku futen këto 4 çështje është nga ajo lloj diturie, dije e cila është detyrë për të gjithë individët musliman, pra për çdo individ musliman. Dhe futemi këtu në një çështje që e ka përmendur Sheh Fauzani, e cila është dy kategoritë kryesore të diturisë për sa i përket detyrueshmërisë. Për sa i përket pra detyrueshmërisë, dituria ndahet në 2 lloje ose në 2 kategori. Lloji i parë ose kategoria e parë e diturisë, ma yajib ta'allumu ala al-ayan, është ajo dituri e cila është detyrë që të mësohet për çdo individ të muslimanëve dhe nuk justifikohet me ignorancë askush. Nëse është ignorant ndaj kësaj lloj ose ndaj kësaj kategorie të dijes. Wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bihi, dhe kjo lloj dije, kjo lloj kategorie e diturisë, Sheh Fauzani, është ajo lloj dije thot pa të cilën nuk qëndron feja e njeriu. Si për shembull thot arkanu mithlu arkanil islam al-khamsa, si për shembull thot 5 shtyllat e islamit, të cilat janë shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe haxhi, dhe kryerja e haxhit, pra wa hajju bejtillahi al-haram. La yajuz li muslim an yajhalaha, pra nuk lejohet për muslimanin që të jetë i paditur ndaj këtyre çështjeve. Bel la budda an yata'allamaha, por përkundrazi thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, e ka detyrë thot që ai të di të mësoj këto 4 çështje. Pra përveç këtyre 4 çështjeve e ka detyrë muslimani pra që të mësoj edhe këto çështjet që shehu i përmendi, siç janë 5 shtyllat e islamit, pra shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe kryerja e haxhit. Pra është detyrë që besimtari të di patjetër këto gjëra, se si kryen ato me rregullat e tyre përkatëse, dhe nuk justifikohet nëse ai nuk i di ato. Lianna ta'allum ma'na shahadatayn inma huwa ta'allum al-aqida, sepse thot mësimi i kuptimit thot të shahadetit, thot Sheh Fauzani, është thot mësimi i akides, mësimi i besimit islam. Prandaj thot yata'allam al-muslim al-aqida min ajli al-amal biha, sepse muslimani e mëson akiden thot në mënyrë që të punojë me të. Wa yata'allamu ma yudadduha min ajli an yatajannabahu, dhe gjithashtu muslimani thot e ka detyrë që të mësoj të kundërtën e akides apo të kundërtat e atyre gjërave që e prishin akiden për të punuar thot. Pra e merr diturinë e akides që të veprojë me të, dhe gjithashtu mëson të kundërtën e akides në mënyrë që të ruhet nga gjërat që e kundërshtojnë akiden. Hadha madhmun e shahadetayn, kjo është përmbajtja dhe kuptimi i fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, thot Sheh Fauzani, pra nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, ku pra është pjesa e parë, pjesa mohore, ku mohohen të gjithë të adhuruarit e tjerë përveç Allahut, Muhammed Rasulullah, dhe pohohet se Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kedhalike yata'allam arkan as-salat wa shurut as-salat wa wajibat as-salat wa sunan as-salat. Gjithashtu thot Sheh Fauzani e ka detyrë muslimani që të mësoj shtyllat e namazit, kushtet e namazit, detyrimet e namazit, sunetet e namazit
duhet patjetër që ai t'i di këto çështje thot me detaje. Dhe jo vetëm thjesht ai të falet, por ndërkohë thot nuk i di dispozitat apo gjykimet rreth çështjes së namazit. Sepse thot si mund të falet njeriu, thot si mund të kryej njeriu namazin apo të veprojë një vepër, thot ndërkohë që ai nuk e di se si ta veprojë atë vepër. Pra si mund ta kryej një vepër ndërkohë që nuk e di si ta bëj? Si mund ta kryej namazin kur ai nuk di të falet? Kështu pra është detyrë fala bud an yata'allam ahkam as-salat, prandaj thot që muslimani e ka detyrë të mësoj dispozitat e namazit, wa mubtilat as-salat, dhe ato që e prishin namazin, gjithashtu thot është detyrë që besimtari duhet i di. Po ashtu Sheh Feuzani, Allahu e ruaj, thot e ka detyrë gjithashtu muslimani të mësoj dispozitat e zakatit, të mësoj dispozitat e agjerimit, dispozitat e haxhit, sepse nëse ai thot dëshiron që të kryej këto, apo nëse dëshiron që të shkojë në haxh, thot duhet patjetër që të mësoj rregullat, gjykimet, dispozitat e haxhit apo dispozitat e umrës për atë i cili kryen umrën, dhe çdo gjë tjetër që lidhet me adhurimet e haxhit dhe të umrës, dhe të gjitha adhurimet e tjera sipër përmendura, ala wajhin al-mashru', në mënyrën e duhur, në mënyrën e kërkuar, pra sipas shariatit. Dhe kjo pra është kategoria e parë e diturisë, e cila nuk justifikohet njeriu me ignorancë, nuk justifikohet njeriu me padituri, nëse ai nuk i di këtë lloj të dijes që ne e përmendëm, e cila quhej el-wajib el-aini, pra detyra individuale që është detyrë për çdo kënd për individëve musliman. Tani hidhemi tek kategoria e dytë e dijes për sa i përket detyrshmërisë. Kategoria e dytë e diturisë për sa i përket dijes apo detyrshmërisë së dijes është el-qism ath-thani min aqsam al-ilm, kategoria e dytë prej kategorive të diturisë, huwa ma zada an dhalika min al-ahkam ash-shar'iyya. Kjo thot është çdo lloj dije tjetër që është më shumë se sa kaq, thot, prej dispozitave të shariatit, prej gjykimeve të shariatit, për të cilat ka nevojë umeti në mënyrën e përgjithshme, pra umeti në mënyrë të përgjithshme. Por thot Sheh Feuzani, Allahu e ruaj, qad la yahtajuhu kullu ahadin bi'aynihi, por thot ndoshta jo çdo musliman, jo çdo individ prej muslimanëve ka nevojë, thot, patjetër që ta mësoj këtë lloj diturie. Siç janë për shembull, thot, dispozitat e shitblerjes, dispozitat e transaksioneve dhe të marrëdhënieve ndër njerëzore, apo dispozitat e vakefeve, apo rregullat dhe dispozitat e trashëgimisë apo të testamenteve, apo dispozitat dhe rregullat dhe ligjet e nikahut, të martesës, që lidhen me martesën dhe divorcin, apo gjithashtu thot gjykimet, rregullat, ligjet dhe dispozitat që lidhen me krimet e kështu me radhë. Hadhihi la budda minha lil umme, këto thot umeti në mënyrë të përgjithshme, si umet, si bashkësi islame, e ka detyrë, thot, si umet. Por nuk është detyrë, nuk e ka detyrë çdo person, nuk e ka detyrë çdo individ prej umetit, thot, që t'i mësoj ato. Por thot, kjo thot bel idha ta'allamaha man yahsulu bihi al-maqsud min al-ulama kafa hadha. Por në qoftë se thot këto gjykime, këto dispozita i mëson një pjesë e njerëzve dhe arrihet qëllimi, siç janë për shembull prej dietarëve, thot, atëherë thot kjo gjë mjafton edhe për pjesën tjetër të umetit, së li yakumu bi hajati al-muslimin min qada'in aw ifta, dhe kjo thot mjafton, thot, për nevojat e umetit të muslimanëve, si për shembull thot çështjet e gjykimeve apo të dhënës të fetvave, apo të mësimdhënies e të tjera si këto. Hadha yusamma wajib al-kifaya. Kjo lloj diturie, thot, e cila është ekstra, është shtesë mbi ato dituritë e tjera që ishin të detyruara, kjo lloj diturie, thot, është detyrë kifaje, wajib el kifaje, pra detyra e cila mjafton që ta kryejnë vetëm disa
persona dhe bie obligimi, bie detyrëshmëria dhe gjunahu për pjesën tjetër të mbetur të muslimanëve të shoqërisë muslimane. Prandaj thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, fala bud lil umma min unasin yata'allamuna hadha al-qism. Prandaj thot, është detyrë për umetin tashti, jo për individin, jo për çdo lloj individi, po për shoqërinë, për umetin, për bashkësinë e muslimanëve, është detyrë tashti thot që një pjesë e tyre, një pjesë e muslimanëve ta mësojnë apo ti mësojnë këto lloje, pra këtë kategori të dijes, të diturisë, për të përmbushur obligimet, detyrimet dhe nevojat e umetit. Por nuk themi që kjo thot është detyrë, nuk themi thot që kjo lloj diturie është detyrë për çdo person. Nuk themi që është detyrë thot për çdo person, por është detyrë vetëm për një pjesë të umetit. Dhe diçka tjetër, ولنعلم أيضا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا. Dhe duhet të dim thot se përpara se të futemi në shpjegimin e katër çështjeve, është se qëllim këtu thot me dituri është për qëllim ose dituria thot e cila është detyrë për çdo individ, ose dituria e cila është e pjesshme, pra e mjaftueshme, që është detyrë vetëm për një pjesë të muslimanëve, për një pjesë të umetit, por jo për të gjithë umetin. Pra, ose wajib aini, ose wajib el-kifaye. لأن العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. sepse thot أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول, sepse për qëllim këtu thot është për qëllim pra dituria sheriatike, pra ajo që kërkohet, ajo që është për qëllim thot këtu me fjalën yajib alena, është detyrë për neve mësimi i këtyre çështjeve, është për qëllim mësimi dhe dituria thot sheriatike me të cilën u dërgua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa për sa i përket thot diturisë së dynjas, si për shembull thot dituria e industrive të ndryshme, dituria e zanateve apo e profesioneve të ndryshme, dituria rreth aritmetikës, matematikës, algebrës, gjeometrisë apo inxhinierisë apo inxhinierive të ndryshme, kjo lloj diturie thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, është mubah. Pra është e lejuar thot që muslimani ti mësoj ato nëse dëshiron apo nëse ka nevojë për to. Por thot وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليها, por nëse umeti ka nevojë për to, atëherë edhe mund të jetë detyrë thot, por jo detyrë individuale, por detyrë kifaje, pra detyrë e një pjesë të umetit, pra bëhet detyrë që ti mësoj ato nëse umeti ka nevojë për to. Por nuk themi thot, lakin leysa huwa al-ilm al-maqsud fi al-Qur'ani wa sunna, por nuk është kjo thot dituria e dynjas, nuk është kjo ajo dituria që flet Kurani dhe Suneti thot, që ka për qëllim Kurani dhe Suneti, për të cilën e ka lavdruar Allahu i lartëmadhëruar në Kur'an diturin dhe dietarët, dhe i ka mburur, i ka lavdruar diturin dhe dietarët. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve, al murad al ilm shar'i, thot Sheh Fauzani, është për qëllim këtu me diturin dhe me dietarët dhe me trashëgiminë me pejgamberëve, është për qëllim dituria thot sheriatike. Ndërsa për sa i përket diturisë së dynjas thot, nëse njeriu është i paditur rreth saj thot, ai nuk merr gjuna nëse nuk e di atë thot, por është e lejuar për të thot që ta mësoj dhe ta studioj, e nëse ai e mëson dhe studion atë thot dhe e vën në dobi të umetit, e vën në dobi të muslimanëve, e vën në dobi pra të njerëzimit, atëherë ai merr shpërblim tek Allahu i lartëmadhëruar, nëse ka qëllimin pra që ti mësoj të tjerat apo ti bëj dobi njerëzve me të. Vazhdon fjala e autorit, Allahu e mëshiroft, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, i cili thot wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi. Dhe ajo dituria thot është dituria rreth Allahut, dituria rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adilla, dhe dituria rreth fesë islame thot me argumente. Dhe tani Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, vazhdon dhe shpjegon tekstin, pra
tekstin e autorit, tekstin e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Fa qawluhu al-ilm, thot Sheikh Fauzani, fjala e tij, fjala e autorit, al-ilm, dituria, këtu thot hadha huwa al-ilm ash-shar'i al-matlub minna jama'atan wa ifradan. Është për qëllim këtu me diturin, thot dituria sheriatike, e cila kërkohet prej nesh, thot, si grup, si xhamat, si bashkësi, si komunitet, si umet, dhe gjithashtu si individ. Dhe kjo dituria është, thot, ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi. Është dituria rreth Allahut të lartëmadhëruar me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta. Wa ma'rifatu haqqihi alejna, dhe dituria e të drejtës që ka Allahu i lartëmadhëruar tek neve, tek njerëzit. Wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika lah. Dhe kjo e drejt, kujdes, kjo e drejt e Allahut që ka tek njerëzit është adhurimi i tij një i vetëm dhe i pashok, i pa ortak, i pa rival, i pa barabart. Fa awwalu ma yajibu ala al-'abd huwa ma'rifatu rabbih wa kayfa ya'buduhu. Prandaj, gjëja e parë që është detyrë që njeriu ta mësoj, thot, është dituria e Zotit të tij, se si ai ta adhuroj atë. Qawluhu wa huwa ma'rifatullah, fjala e autorit, thot, dhe ajo dituria është njohja e Allahut. Kayfa ya'rif al-'abd rabbahu, është, thot, se si njeriu ta njohi Zotin e tij. Si pra pyetja këtu që shtrohet për diskutim është në rregull, është detyrë, po si e njeh robi Zotin e tij? Thot Sheikh Fauzani, ya'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi, ai, thot, robi e njeh Zotin e tij nëpërmjet argumenteve të tij, thot, nëpërmjet shenjave të tij, nëpërmjet ajeteve të tij, wa makhluqatihi, dhe nëpërmjet krijesave të tij. Dhe prej ajeteve, prej argumenteve, prej shenjave të Allahut të lartëmadhëruar, thot, janë nata dhe dita. Ndërsa prej krijesave, prej krijimit të Allahut të lartëmadhëruar, thot, është dielli dhe hëna. Kema se yati bi bayan hadha inshallah, siç do të vi, thot, me detaje sqarimi i këtyre, thot, më vonë inshallah. Pastaj Sheikh Fauzani, Allahu e ruajt, thot, yu'rafu Allahu bi ayatihi al-kauniyya wa ayatihi al-Qur'aniyya. Dhe më pas Sheikh Fauzani këtu sqaron se ajetet e Allahut, argumentet e Allahut, shenjat e Allahut subhanahu wa ta'ala për njerëzimin, për xhinët dhe për njerëzit, janë se Allahu njihet, thot, me shenjat e tij, me ajetet e tij, me argumentet e tij, të cilat janë dy llojesh, al-kauniyya wal-Qur'aniyya. Ato, thot, janë shenja universale dhe shenja kuranore sheriatike. Fa idha qara al-Quran arafa Allah, dhe nëse njeriu e lexon Kur'anin, ai do ta njohë Allahun. Annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Ai, thot, njeriu kur e lexon Kur'anin do ta kuptoj, do ta mësoj se është ai Allahu i cili ka krijuar, thot, qiejtë dhe tokën. Dhe është ai Allahu i cili ka nënshtruar, thot, qiejtë dhe tokën. Dhe se ai Allahu i lartëmadhëruar është ai i cili, thot, yuhyi wa yumit. Ai i cili, thot, i jep jetë dhe shkakton vdekje. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe sa ai, thot, është i plot fuqishëm për çdo gjë. Gjithashtu, thot, se ai është Ar-Rahmanur Rahim, se ai Allahu, thot, është i gjithëmëshirshëm, mëshirplot. Fal Qur'anu yu'arrifu billah. Prandaj Kur'ani, thot Sheikh Fauzani, e prezanton njeriu, e mëson njeriu, i jep dituri njeriu rreth Allahut të lartëmadhëruar. Pra Kur'ani e mëson njeriu, e vën në dieni njeriu, pra e mëson, i jep njohuri njeriu, i jep dituri njeriu rreth Allahut të lartëmadhëruar. Dhe se ai Allahu i lartëmadhëruar është ai i cili na ka dhënë neve mirësi të shumta, dhe të gjitha mirësitë janë prej Allahut të lartëmadhëruar, dhe gjithashtu ai Kur'ani dhe Suneti na mëson ne se ai Allahu i lartëmadhëruar na ka krijuar neve, na ka dhënë rrezikun neve, na ka dhënë furnizim, dhe gjithashtu nëse do të lexosh Kur'anin, o njeri, do ta kuptosh dhe do ta mësosh Zotin tënd, dhe do ta njohësh atë me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta. Wa idha nadharta fil kawn arafta rabbak. Prandaj nëse ti shikon, dhe këtu tani Sheikh Fauzani futet në llojin e dytë të argumenteve që përmendëm, që janë argumentet universale. Pra shenjat ose argumentet universale. Dhe thot,
Wa idha nadharta fil kauni arafta rabbek, dhe nëse ti thot vështron, shikon, hulumton në univers me vëmendje, ti do ta njohësh thot, do ta shohësh pra madhështinë e Allahut të lartë madhruar, pra do të njihesh, do të njihesh me Allahun, me Zotin tënd. Dhe do të kuptosh thot se ai është Zoti i cili ka krijuar krijesat, ka krijuar krijimin, dhe se khara hadha al-kawn, dhe se ai Allahu është ai i cili ka nënshtruar të gjithë të univers dhe ka bërë që çdo gjë të ndodh me urtësinë e tij të madhe dhe me diturinë e tij. Hadha huwa al-ilm ash-shar'i billah, kjo është dituria pra rreth Allahut të lartë madhruar, me shenjat e tij, të cilat janë dy lloje, siç e tham, shenjat sheriatike apo argumentet sheriatike dhe shenjat universale apo argumentet universale. Më pas, Sheh Fauzani vazhdon më tutje shpjegimin e librit me shpjegimin e fjalës së autorit, i cili ka thënë wa ma'rifatu nabiyhi, dhe është detyrë gjithashtu që muslimani, njeriu të di, të ketë njohuri, të ketë dituri, pra të njohë pejgamberin e tij, dhe bën një prezantim të shkurtër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke thënë wa huwa Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, dhe ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu al-muballigh anillah, pra duhet ta dish çdo kush se ai është Muhamedi i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili është transmetuesi i Kuranit dhe i Sunetit nga Allahu i lartë madhruar, wa huwa al-wasitatu bainana wa bain Allah, dhe ai është ndërmjetësuesi dhe përçuesi dhe transmetuesi i diturisë midis nesh dhe midis Allahut të lartë madhruar, fi tablighi risale, në transmetimin e diturisë. Pra këtu duhet kemi kujdes kur themi ndërmjetësi apo ndërmjetësuesi, nuk kemi për qëllim dhe nuk është për qëllim që neve t'i kërkojmë ndërmjetësim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për falje gjunaheve, apo t'i kërkojmë atij që të ndërmjetësojë tek Allahu për mirësi, për sukses, për bereqet, për sjelljen e dobive apo për largimin e dëmeve, kurse si jo, pasi kjo është e drejtë vetëm me Allahut të lartë madhruar, që ne t'ia kërkojmë këto vetëm Allahut të lartë madhruar dhe të mos marrim askën tjetër si ndërmjetësues midis nesh dhe Allahut, por për qëllim këtu me fjalën el-wasita bainana wa bain Allah, është për qëllim këtu me fjalën që profeti Muhammed është ndërmjetës midis nesh dhe Allahut, vetëm në transmetimin e mesazhit, në transmetimin e Kuranit dhe të Sunetit, pasi Allahu i lartë madhruar e ka zgjedhur atë si pejgamber, si ndërmjetës midis Allahut subhanahu taala dhe midis njerëzimit. Pra në këtë kuptim themi që ai është ndërmjetës i transmetimit midis nesh dhe midis Allahut azza wa jall. Prandaj thot Sheh Fauzani, është patjetër detyrë thot që ta njohësh atë, ta njohësh se kush është ky burr që quhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ta dish thot trungun e tij familjar, preardhjen e tij thot, ta dish vendin e tij, ta dish thot ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam, se me çfarë erdhi ky, me çfarë u dërgua ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Ta'rif kayfa bada'a al-wahyu, ta'rif kayfa bada'ahu al-wahyu, ta dish se si i filloi atij shpallja, wa kayfa qama bid-da'wa ila Allah, e ke detyrë ta dish thot Sheh Fauzani se si ai thot u ngrit dhe u angazhua me thirrje, pra me davet tek Allahu i lartë madhruar, fi Mekka wal Medina, fi Mekka wal Medina, në fillim në Mekë thot dhe pastaj në Medinë. Ta'rif sirat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ta dish thot historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë ajo thot edhe në mënyrë të përmbledhur, në mënyrë të shkurtuar. Kështu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, thot Sheh Fauzani, ai thot quhet Muhammad ibn Abdullah, Muhamedi i biri Abdullahit, ibn Abdul Muttalib, i biri Abdul Muttalibit, ibn Hisham, i biri ibn Hashim, i biri i Hashimit, ibn Abdul Manaf, i biri Abdul Manafit, ila akhirin nasab, deri tek pika e fundit, apo aty deri ku përfundon pra e gjithë preardhja, e gjithë trungu familjar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa përfundon pra me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Gjithashtu thot duhet ta dish o musliman, madha amila alayhi salatu wassalam ba'da bi'thatihi, se çfarë dhe si veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas dërgesës,
pasi që u shpall atij Kurani, pra pas shpalljes, pra pasi që u bë pejgamber, ta dish thot ta'rifu dhalika bidirasati siratihi, dhe ti e mëson këtë gjë thot, pra do ta mësosh këtë gjë duke studiuar historinë e tij. Wala yaliqu bil muslim an yajhala ar-rasul, dhe nuk i ka lezet, nuk i ka hije, dhe nuk duhet thot që muslimani të jetë ignorant, të jetë i paditur për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse thot si ti thot do e pason një person, si ti e pason një person thot, ndërkohë që ti nuk e njeh atë, pra si mund ta pasosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që ti nuk e njeh atë. Pra kjo është e palogjikshme, thot Sheh Fauzani. Dhe së fundi, përpara se ta mbyllim, është pjesa e fundit, ma'rifatu dinil islam. Pra e ke detyrë gjithashtu të dish, të kesh njohuri, të kesh dituri për rreth fesë islame. Wa ma'rifatu dinil islami bil adilla, dhe njohuria rreth fesë islame me argumente. Ma'rifatu dinil islam, thot Sheh Fauzani, në shpjegimin e fjalës njohuria rreth fesë islame, është thot alladhi huwa dinu hadha ar-rasul. Thot kjo thot dituri rreth fesë islame është dituria thot e kësaj feje dhe e këtij pejgamberi thot. Feja e këtij pejgamberi. Përkundrazi thot ajo është feja e Allahut të lartë madhëruar, i cili thot e urdhëroi atë alladhi amara bihi ibadahu, i cili i urdhëroi thot robrit e tij me pasimin e kësaj feje. I cili thot e ka urdhëruar ty thot me pasimin e tij, me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të fesë islame, wa anta mutalabun bihi, dhe ti thot kërkohet prej teje që ta pasosh pra fenë islame nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot patjetër që ti duhet ta dish, duhet ta njohësh, duhet ta mësosh së pari këtë fe. Dhe jep shehu për kufizimin e fesë islame në dy format e tij. Wal islamu huwa dinu jami'i rusul, dhe feja islame thot është feja e të gjithë pejgamberëve. Në rregull, është feja e të gjithë pejgamberëve, që nga Nuhu alayhi salatu wasalam deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por duhet të dim se feja islame ose termi islam ka dy përkufizime, ose mund të shpjegohet ose mund të përkufizohet në dy forma, në dy mënyra dhe në dy shpjegime, ose mund të themi që mund të përkufizohet në dy përkufizime. Dhe Sheh Fauzani këtu jep atë që e kanë sjell dietarët e hershëm, dietarët e selefëve dhe dietarët e sotëm. Përkufizimi i parë është ai i përgjithshëm, përkufizimi i përgjithshëm, dhe përkufizimi i dytë është përkufizimi specifik i veçantë, dhe do t'i përmendim të dy përkufizimet që ka sjell Sheh Fauzani, dhe pastaj e përfundojmë mësimin e sotëm inshallah taala. Atëre thot Sheh Fauzani, kullu rusul dinuhum al-islam bil ma'na al-'am. Të gjithë pejgamberët thot feja e tyre thot është feja islami, është feja islame në kuptimin e përgjithshëm. Fa kullu man ittaba'a rasulan min ar-rusul fa huwa muslim lillahi munqad fa huwa muslim lillah. Ai është thot musliman i nështruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, i bindur ndaj Allahut azza wa jall, munqadun lahu, pra që i është nënshtruar, i është për ulur Allahut të lartë madhruar, muwahhidun lahu, i cili është nënshtruar Allahut, e ka adhuruar Allahun me tauhid, me veçim në adhurim, pra e ka veçuar Allahun e lartë madhruar në adhurim. Hadha al-islam bi ma'nahu al-'am. Ky thot është kuptimi i islamit me kuptimin e tij të përgjithshëm. Pra çdo kush i cili ka pasuar një pejgamber prej pejgamberëve nga popujt e kaluar, pra i cili ai popull ose ai individ i cili e ka besuar dhe e ka pasuar pejgamberin e kohës tij me adhurim, me veçim në adhurim ndaj Allahut të lartë madhruar, një të vetëm dhe të pashok, innahu dinu rusul jami'an, sepse thot kjo është feja të gjithë pejgamberëve, thot fal islamu huwa al-istislam lillahi bit tauhid. Prandaj thot islami është dorëzim ndaj Allahut me adhurim dhe me veçim në adhurim. Pra është al-istislam lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal khulusu min ash-shirki wa ahlihi. Pra kuptimi i fjalës islam, thot Sheh Fauzani, është dorëzimi ndaj Allahut me tauhid. Pra tauhid është veçimi i Allahut në adhurim. Pra edhe një herë e theksoj dhe përsëris për të disatën herë, islami në kuptimin e tij të përgjithshëm do të thotë
dorëzim ndaj Allahut me veçimin e tij në adhurim, pra me tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'a, dhe bindje në nështrim apo për ulje ndaj tij me veprat, me fjalë dhe vepra që janë bindje ndaj Allahut të lartëmadhëruar, bit ta'a, pra me bindje ndaj Allahut, wal khulus min ash-shirki wa ahlihi, dhe duke u pastruar me pastrim, me ndarje, me veçim, me distancim nga shirku dhe njerëzit e tij. Pra ky ishte përkufizimi i Islamit në kuptimin e tij të përgjithshëm, dhe tani kemi përkufizimin e Islamit në kuptimin e tij më specifik, më të veçantë, që lidhet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ardhin e Kuranit, me shpalljen e Kuranit dhe deri në ditën e Kiametit. Amma al-Islamu bi ma'nahu al-khas, thot Sheh Feuzani, Allahu e ruajt, ndërsa për sa i përket thot fesë islame, në kuptimin, pra kuptimit të fesë islame, me kuptimin më specifik, më të veçantë, fa huwa alladhi ba'atha Allahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kjo thot, ky kuptim i veçantë, ky kuptim specifik për fenë islame, do të thot është ai Islam të cilin e dërgoi Allahu i lartëmadhëruar, thot me të pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ba'da bi'thati ar-rasul la dina illa dinuhu alaihi salam. Sepse thot, mbas dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka fe tjetër të pranuar tek Allahu përveç fesë islame, thot. Wal islamu inhasara fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dhe feja islame, thot, është kufizuar dhe është specifikuar dhe është e pranuar tek Allahu vetëm në qoftë se arrihet duke pasuar të dërguarin e Allahut, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse thot Sheh Feuzani, nuk është e mundur për në një person, qoftë ai thot jehud që të thot unë jam musliman, apo qoftë ai nasrani, krishter që thot unë jam musliman, pra unë jam i nënshtruar, unë jam besimtar. Mbasi që ka ardhur pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam si profet, thot, nuk ka mundësi për dikë që të thot unë jam besimtar, unë jam musliman, vetëm se duke pasuar thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot, Islami në kuptimin e tij të veçantë, mbas dërgimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është pasimi i tij, pasimi i këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin famëlar, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj atyre o Muhammed, nëse ju thoni, pra jeni që e doni Allahun, atëherë më pasoni mua që Allahu t'u do juve. Pra ky ishte dhe ky është kuptimi i fesë islame në kuptimin e tij të përgjithshëm dhe kuptimi i fesë islame në kuptimin e saj pra të veçantë. Dhe e mbyllim këtë mësim të sotëm me pjesën e fundit ku autori ka thënë bil edille, me argument. Pra ma'rifatu dinil islami bil edille, pra njohja e fesë islame me argument. Pra me argument do të thot Sheh Feuzani, jo me taklid, pra jo me pasim të verbër. Por thot, përkundrazi, feja islame ndiqet dhe pasohet me argumente nga Kur'ani dhe Suneti, dhe kjo thot është dituria e saktë, siç ka thënë thot Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, Allahu e mëshiroft, i cili në 2 vargje ka thënë në librin e tij El-Kifaye El-Kafiyatu Ash-Shafiya, ka thënë për diturinë el-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani ma al-ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'i fulani. Thot Ibn Qayyim al-Jauzi, Allahu e mëshiroft, për diturinë, thot dituria është, thot, ka thënë Allahu dhe ka thënë i dërguari i tij, e kanë thënë sahabët, të cilët thot janë njerëzit me dituri të thellë, me dije pra të sigurt, të plot, me urtësi.
mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'i fulani, dhe nuk është dituria thot vendosja e vetes në qendër të debateve, që njeriu të angazhohet me kundërshtime, me debate, me polemika, duke debatuar me të tjerët, tani për të zgjedhur midis të dërguarit të Allahut, për ta zgjedhur dhe për ta gjetur të vërtetën midis të dërguarit të Allahut apo midis mendimit të filanit thot apo të fistekut. Hadha huwa al-ilm, kjo është dituria thot Sheh Fozani, al-ilmu huwa al-ilm, ilmu al-kitabi wa sunna. Dituria thot është dituria që merret nga Kurani, nga Suneti, ndërsa për sa i përket thot fjalës së dietarëve, fjalët e dietarëve thot e shpjegojnë thot dhe e qartësojnë thot fjalën e Allahut dhe fjalën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakun fiha aw fi ba'dha khata, por mund të ketë thot në ndonjë fjalë të ndonjë dietari thot ndonjë gabim. Wal adillatu laysat kalamul ulama, por argumentet, kujdes o vëllezër se kjo është shumë e rëndësishme, kjo frazë dhe kjo pjesë e fundit, por argumentet thot nuk janë fjalët e dietarëve. Pra fjalët e dietarëve nuk janë argument në vetvete, nuk janë ato argumenti. Por përkundrazi thot argumentet janë ajetet e Kuranit dhe hadithet pejgamberike nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa fjalët e dietarëve thot janë ato që e sqarojnë, e shpjegojnë, e qartësojnë thot Kurani dhe Sunetin. La annahu dalilu fi nafsi, dhe jo sepse thot fjalët e dietarëve janë argument në vetvete. Hadhihi al-mas'alatu al-ula, kjo pra është çështja e parë dhe kjo është baza e parë që hadha huwa al-asas, kjo është baza bada biha al-sheikh. Pra kjo është çështja e parë dhe kjo është baza të cilën e filloi shehu të libër në parathenën e parë. Dhe me këtë ne përfundojmë mësimin e parë, pra seksionin e parë apo mësimin e parë të shpjegimit të librit al-usulu thalatha, tre bazat, dhe pjesën e parë të parathenjes së parë të librit. E lutim Allahun e lartmadhëruar që të na ketë bërë dobi me këtë që dëgjuam, që e lexuam dhe dëgjuam. E lutim Allahun e lartmadhëruar që të na japi sinqeritet në niyetin tonë, në fjalët tona, në veprat tona. E lutim Allahun azza wa jall që të na fali ne, prindrit tanë, gjithë muslimanët, muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Allahu a'lam, Allahu subhanahu wa ta'ala di më së miri. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.